Të dhënat më të fundit të Agjencisë Europiane të Statistikave për vitin 2024 tregojnë se një shqiptar mesatar konsumon sa 41% e një qytetari europian. Kjo shifër nuk ka ndryshuar që nga viti pararendës, ku sërish konsumi mbi fuqinë blerëse mbante këtë shifër. Kështu Shqipëria vijon të jetë sërish vendi i fundit në Europë në këtë drejtim. Madje mund të themi se paraqitet më keq edhe se disa vende të rajonit. Edhe pse renditemi në fund të vendeve të Europës, duket se Shqipëria e ka ngushtuar me 2 pikë përqindje hendekun me Europën, sa i përket një prej indikatorëve më të rëndësishëm të mirëqenies, pra konsumit. Në vitin 2024, nivelet e konsumit aktual individual në BE treguan dallime të konsiderueshme. E përdorur si masë mirëqenies materiale të familjeve, konsumi individual për frymë i shprehur në standardet e fuqisë blerëse varionte nga 41% në 141% të mesatares së BE-s. Të dhënat tregojnë se konsumi aktual për frymë në vendin tonë është 2.4 herë më i vogël se ai i një europiani mesatar, një italiani ose një francezi për shembull. Konsumi aktual individual është ndoshta indikatori më i saktë i mirëqenies, pasi shprehet në standardin e fuqisë blerëse, pra i standardizuar sipas nivelit të secilit vend. Ashtu si në vitet e mëparshme, Luksemburgu regjistroi nivelin më të lartë të konsumit individual për frymë në BE, me 41% mbi mesataren, e ndjekur nga Norvegjia me 24% mbi mesataren dhe Hollanda e Gjermania me 20% dhe 18% mbi mesataren. Në vitin 2024, 12 vendet e Europës regjistruan një konsum për frymë mbi mesataren e BE-s. Por si paraqitet konsumi një shqiptari krahasuar me atë të një qytetari nga Luksemburgu? Krahasuar me vende si Luksemburgu, një shqiptar konsumon thuajse 3.4 herë më pak mesatarisht. Në nivel rajonal në vend të fundit, ndërkohë që shndron Shqipëria bashkë me Bosnjë Hercegovinat me të njëjtën nivel konsumi. Malazezët duket të jenë ata që jetojnë më mirë në rajon me konsumin individual sa 68% e një europiani mesatar. Ndërkohë Serbia dhe Maqedonia e Veriut e kanë këtë tregues sa 56% dhe 49% e një europiani mesatar. Scanintel ka analizuar edhe një tregues tjetër i cili lidhet me prodhimin e brendshëm bruto për frymë në vendet e Europës, por edhe të rajonit. Shqipëria renditet në vendin e parafundit edhe për këtë tregues, duke pasur një renditje jo dhe aq pozitive edhe në këtë aspekt.